Mrekullia e bletës. Bleta punëtore, ato që mbledhin polen dhe e bëjnë mjaltin, janë në të vërtetë të gjitha femra. Bletët meshkuj nuk bëjnë mjalt. Kjo është zbuluar vetëm kohët e fundit. Megjithatë, 1400 vite më parë, Kurani referohet bletëve që gjenerojnë mjaltin si femra. Gramatika arabe është në modalitetin femëror. Zoti thot: "Dhe e frymëzoi Zoti yt bletën. Ndërto shtëpi në male dhe në drun, dhe në atë që kanë ngritur njerëzit, ushqehu me gjithfarë lloje frutash dhe ecë rrugës së Zotit tënd për ulshëm. Nga barku i tyre del pije, mjalt, ngjyrash të ndryshme, në të cilin ka ilaç për njerëzit." Kjo, me të vërtetë, është argument për ata që meditojnë. Surja Nahl 68. Islami nuk e sheh bletën thjesht si insekt, por si një shenjë të zi të urtësisë hyjnore, ndërsa shkenca moderne sot po zbulon se ajo është një nga shtyllat e ekzistencës së jetës. Bletët jetojnë në rend, hierarki, disiplinë absolute. Çdo blet ka rol të caktuar, punon pa kaos dhe sakrifikon për koloninë. Shkenca moderne ka vërtetuar se bletët janë thelbësore për pjalnimin e bimbe. Mbi 70% e ushqimit botëror varet drejt për drejt ose tërthorazi nga bletët. Zhduke e tyre do sillte krizë ushqimore globale. Subhanallah, një krijesë e vogël, por kyçe për ekzistencën e njerëzimit në tokë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni.